kemi na shumë gjenerata të mira, po Në komunën e Vitisë ka shumë personalitete me 1, 2 besa dhe me 3 profesione. Njëra ndër to është Liria Aliu, e cila që nga fëmijëria merri me muzikë, pastaj kur u rreth baraj fakultetit me gazetari, e tash është edhe mësuese e gjuhës angleze. Liria, si nisi karriera jote së pari si këngëtar? qysh në fëmiri të hershme kam pas pasion muzikën. Të gjithë më kanë inspiru që të mire me muzikë. Motra është marrë me muzikë në ato shoqëritë atëhershme lokale. Pastaj unë që në klasën e 3 edhe regjistrova shkollën e muzikës, drejtimi piano. Dhe më pëlqeu dhe vazhdova tutje. Ka marrë pjesë në shumë festivale, incizime në radio televizionin e Prishtinës, bile edhe jashtë vendit në festivale ndërkombëtare, por erdhi koha, situata u bë e tillë dhe një kohë pauzuam fare. Pastaj vazhduat fakultetin në Maqedoninë e Veriut, u bë gazetare. Patjetër, kam bërë shumë shkrime në për gazetat lokale, kështu, qoftë me të këndi i showbizit apo të kënde tjera argëtuese, edhe më ka pëlqy. Mirë po fillimisht të tregoj se nuk e kam regjistru si fakultet gazetarin, por fillova me gjuhë dhe letërsia angleze, e cila më pëlqente pa mas edhe ishte ndihmes nëse do të vazhdoja me profesionin e gazetarisë. Mirë po pastaj në studimet e doktoratës përfundimisht vendosa që ta marr fahun e gazetarisë. Dhe si eci gazetaria? Them të drejtën, në këto kohë na më shumë mire me publicistik, ju e dini si është digitalizimi, me blogjet, ko pas hershme, për ndryshe, jo mundu që të ri, do me thonë të fokusohen në sferën e sociale, të mire me problemet sociale të cilat ekzistojnë në shoqëri, e sa po ja dal, aty të shohim. Dhe me në fund të ktheve në profesionin e mësimdhënësit gjuhës angleze. Si është me punu me fëmijë? Tash më 20 vite veç jam në profesionin e mësimdhënëses. Me të vërtet, profesioni i mësimdhënësit nuk është profesion, është mision. Andaj edhe e kom pranu si të tillë që mundohem çdo ditë ta bëj më të mirën që ata së paku të marrin një arsimim cilësor, edukat, po edhe etik, përgjegjësi në të njëjtën kohë. Gjuha angleze është një gjuhë e preferuar për të rinjët kudo në Kosovë, veç rase edhe këtu në komunën e Vitisë, në shkollën e mesme teknike. Sa fëmijët kanë të vështirë që ta përvetsojnë gjuhën angleze? Gjuha angleze është e këndshme, me që trendet botërore, globalizmi, këto po i bën që patjetër do të hyjnë edhe të kenë njohuri bazike për gjuhën angleze, ato kërkimet në internet, kërkimet gjithmonë u duhet gjuha angleze. Andaj te gjuha angleze nuk çalojnë shumë, janë më të mirë. Ndoshta se edhe të lëndë tjera, mirë po që nuk u vjen mirë, sepse pikë së pari duhet ditur edhe gjuha amtare, gjuha shqipe të jetë parsore, pastaj gjuha angleze, mirë po sidoqoftë ne po mundohemi të bëjmë më të mirën, s'paku të mësojmë për kulturat e huaja. Edhe një familje intelektualesh, edhe burrit, na thoni për fëmijët pak e di që kanë marrë pjesë në gara ndërkombëtare, kanë arritur suksese. Thoni pak për sukseset e djalit tim, po. Djali për momentin është duke studiuar në Mbretërinë e Bashkuar, matematikë të pastër. Është sfidë për të studiuar në shtetet e huaja, mirë po, Dioni e ka matematikën shumë për zemër. Andaj edhe nuk ja kemi ndalu në farforme që ta merr shkollimin më të mirë të mundshëm. Edhe për momentin po tregon rezultate shumë të mira. Edhe ju e dini, ai ka qenë pjesëmarrës i shumë garave në të cilat gjithmonë ka dalë i pari për 4 vite me radhë në vendin e parë në Olimpiadën Matematike të Kosovës, pastaj 3 herë ka marrë pjesë edhe në gara ndërkombëtare, që është kualifiku. Edhe çfarë të them, ti punoj shëndeti edhe të na sjell të mira për Kosovën. Mirë, sukses e ju si gazetare, si publiciste, por edhe burrit tuaj që vërtet keni arritur ta krijoni një familje të mirë, cila veç po shihen rezultatet e para që studion edhe jashtë